Projekti faktikisht ka fillu si një pilot projekt vitin e kaluar, si një test të shihet se si mentorimi social si koncept pranohet në Kosovë dhe sa mund të aplikohet brenda të institucioneve të Republikës Kosovës, me që e kemi pa në fazën e pilotimit që funksionan edhe ka potencial që në Kosovë zhvillohet më vonë, kemi dizajnu tash një projekt i cili fokusin e ka në disa fusha. Projekti si projekt bëhet në bashkëpunim që është diçka shumë e rëndësishme me institucionet e Republikës Kosovës, fillimisht me ministrinë që ka qenë përpara e punës dhe mirëqenies sociale, tash që është bashku me ministrinë e financave, punës dhe transfereve, si dhe me asociacionin e qendrave për punë sociale, të cilat faktikisht edhe punojnë me grupet e cenueshme, dhe është i dizajnuar në disa komponente. Komponenti i parë është përzgjedhja e mentorëve social, të cilët shkojnë nëpërmjet të një trajnimi që në fund certifikohen si mentor social, dhe përzgjedhja e përfituesve, në këtë rast grave, që vinë nga grupet e cenueshme dhe të cilat në shumicën e rasteve ballafaqohen me shumë sfida, për cilat mund të flasim edhe më vonë, po si koncept është ende koncept i ri, është në zhvillim e shtipër në Kosovë, mirë po ajo që duhet theksohet është se përkraje ka për institucioneve, edhe mundësia është që të zhvillohet në diçka që do të lënë në një farë brese në institucionet e Kosovës. Po, i përmenda fillimisht, po tash po flas pak më gjansisht. Do me thonë, komponenti i parë është përzgjedhja e mentorëve social. Kush janë mentorë social? Sepse tani nuk ekziston si profesion, kështu që është bën një përzgjedhje në bazë të disa kriterëve që janë të zhvilluara prej gizit më parë, dhe fokusohet në personat cilët ofrojnë shërbime dhe kanë një përvojë në ofrim të shërbimeve, si për shembull psikolog, punëtor social, ose njerëz që vinë prej fushës e cila i përket mentorimit social. Kur bëhet përzgjedhja e mentorëve social, fillon një trajnim që është i certifikuar dhe i cili zhvillohet në Kosovë nëpërmjet të një organizate e cila vjen nga Maqedonia e Veriut. Trajnimi përfshin 6 module, cilat mandej faktikisht e mbyllin gjithë ciklin e mentorimit social, tu fillu prej si përzgjedhen mentis, çfarë pune bëhet me to, çka janë fushat e veprimtarisë, zhvillimi i planeve individuale për gratë që janë pjesë e procesit deri te punësimi. Ky është një komponent. Komponenti tjetër i projektit është puna me biznese. Kjo është një komponent e veçantë sepse në shumicën e rasteve bizneset kanë nevojë për punëtor, mirë po jo gjithmonë mund të arrijnë deri te punë kërkuesi. Në këtë rast, projekti po e luan një farë rol ure lidhse në mes të bizneseve edhe punë kërkuese. Keni parasysh që shumica prej këtyre grave janë me sfidat lloj-llojshme, edhe jo gjithmonë janë, si me thonë, shtytuna prej vetës me shku dhe me kërku punë vetë. Kështu që ne jemi aty që ta krijojmë këtë lidhje në mes biznesit që kërkon punëtor edhe personave që janë në kërkim të punës. Komponenta e tretë e projektit, e cila po ashtu është shumë e rëndësishme, është institucionalizimi i profesionit të mentorit social. Kjo në Kosovë ende nuk është e rregulluar. Ne po tentojmë që nëpërmjet këtij projekti dhe asociacionit autoritetit për kvalifikime ta vendosim mentorimin social si një profesion të ri, i cili pastaj do të mund të futej brenda qendrave për punë sociale dhe të vazhdojë më tutje edhe pasi projekti të përfundojë. Normalisht është ndihma që i ofrohet grave që në shumicën e rasteve ose janë nana vetë ushqyese, ose kanë dalë prej tregut punës një kohë gjatë dhe tash kanë vështirësi mu reintegru në treg të punës. Personat që vinë prej me nevojat veçanta prej hendikosit ose prej Down sindromit, ose personat që janë prej komuniteteve, për shembull si raje, që janë i përkasin grupeve më të cenueshme, në një mënyrë t'ju japim një shpresë që dikush kujdeset për ta. Kjo është një. 2 është lidhshmëria që ne po dojmë me kriju në mes sektorit publik dhe privat. Shumicën për shembull të rasteve që ne i kemi marrë si përfituesit projektit vinë direkt nga qendrat për punë sociale. Por jo gjithmonë qendrat për punë sociale kanë kohë që individualisht të mirën me personat që kanë nevojë atë çka na ju ofrojmë. Edhe e treta, normal, si synim
madhor i projektit është që profesioni mentori social edhe të njihet, po edhe të shndrohet në një profesion të mirëfillt në Kosovë.